Përshëndetje miq, një cheesecake klasik me krem limoni. Diqe recetën. Si fillim do të coptojmë 400 gram biskota. Në një tenxhere shkrim 200 gram gjalp. Tavës së cheesecake-ut do t'i vendosim letër furre poshtë. E kemi lyer me gjalp në të gjithë sipërfaqen dhe vendosim letrën e furrës. Shtojmë gjalpin pasi është ftohur tek biskotat, e përhapim në tavë dhe vendosim në ngrirje për disa minuta, që të ngjitet biskota. Në një enë shtojmë 400 gram krem djathi, 150 gram sheqer plur, lëkur limoni, 2 kokra limoni të shtrydhur, përziejmë të gjithë masën me tel rrahës. Në një enë tjetër montojmë 200 gram pana të ëmbël, jo në maja të fortë. Më pas e bashkojmë te kremi i djathit dhe e përziejmë me spatull lart poshtë. E përhapim kremin në tavë, tashmë përgatisim kremin e limonit. 3 të verdha veze, 200 gram sheqer plur, 3 kokra lëng limoni, e lëm në një temperaturë të ulët dhe përziejmë me telin rrahës. Në proces të fundit i kemi shtuar dhe 10 gram gjalp. E kemi lënë kremin e limonit të ftohet dhe më pas e përhapim tek cheesecake-u. E vendosim cheesecake-u në frigorifer për rreth 5 orë. Ky lloj cheesecake-u nuk është shumë i ëmbël, por ka një super shije, gjithashtu e kam përgatitur pa gelatin. Dhe kremi është më së i butë. E voilà, kjo ishte receta që kam përgatitur miq. Shihemi përsëri, ikon.